Territori shqiptar për datën 27 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjitha zonat, ndërsa pasditja vijon me mot të qëndrueshëm pa ndryshime të ndjeshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në të gjithë territorin. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 27 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 1 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 8 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 14 gradë Celsius. Berat 7 deri në 13 gradë Celsius. Korçë 0 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 7 deri në 14 gradë Celsius.